E bërëm edhe xhiron për sot. Shkuam edhe tek supermarketi, na duheshin një dy gjëra të vogla, si për shembull kosi i adrolës, edhe jashtë. Edhe salqiqe, shumë salqiqe, se i ka shumë qef adrola, edhe kosi për adrolën. Edhe mos më shani. Ju thash në fund të vlogut të kaluar që do ikim diku. Anullin planin nuk shkua. Do iknim në Korçë. E kishim lënë për sot që do iknim, që është e mërkur, por nuk ikëm sepse motra ishte me gripe, kisha frikë mos i gjitej adrolës, se pastaj kalonte Mbesës. Lëmsh, nise, do ikim javën tjetër ose pas ditëlindjes të adrolës. Po erdha këtu tani që te iq robat nga çanta. Sa unë i bëra gati të gjitha, do me thënë, e kishim vendosur, pastaj fola me motrën, më tha që ishte me gripe, kishte frikë mos i ngjitej adrolës. Ajo kishte frikë mos i ngjitej adrolës, unë kisha frikë mos i ngjitej Mbesës. Tani do thoni ju që Mbesës si nuk ngjitet nga motra. Po e kaluan të dyja. Tani, duke qenë se ato e kaluan të dyja, nëse shkon adrola, i ngjitet adrolës, pastaj është më aktiv edhe mund t'i ripërsëritet Mbesës, kështu që më mirë tham jo. I shkruajta edhe mamit, pastaj thash që nuk do vim. Dhe po, do hiq rrobat tani nga çanta që ti rifusim pas disa ditësh. Kam futur edhe këtu karikusa, kufje, gjëra. Nice. Nga një ditë tjetër sot, po i kite marrë adrola nga kopshti. Babi, je i lumtur? Hajtë shumë sa, nuk ta përshkruaj dot. Po ti Ola, je i lumtur? Jo. Pse? Bravo Ola, 2-1. Ja ku jam këtu ullur për t'ju treguar një pako që më ka ardhur nga Temu. Po thoya që më ka ardhur nga Temu edhe e kam porositur vetë, nuk është një bashkëpunim, do drati ishte, por nuk është. Janë ato gjëra që ju tregova herën e parë që i ktheva dhe porosita të tjera. Po, një nga këto e kam kthyer sërish edhe nuk më kanë kërkuar që ta kthej mbrapsht. Kam kthyer ton. Janë kështu të gjëra nga këto që besoj i dini gjithë. Kështu më rin shumë mirë, masa përshtatet, edhe gjatësia, edhe kështu modeli është goxha i lezetshëm, siç e kisha parë në foto, por që është i tedukshëm. Copa nuk më duket ashtu si në foto. Kështu që e ktheva, i provova, më rinjën shumë bukur. Vetëm se më duhet të blej një palë nga ato të brendshme që janë si tuta të shkurtra, si bokse, le ta themi, që të mundem t'i vesh, se kështu, ja, duken gjithë. Tjetër, kam porositur prap kapele. Janë fiksuar me kapelet. Atje në foto kjo më dukej si më roz, do me thënë rozës bardhur. Edhe këtu duket më shumë si Leila se sa roz. Ja. Problemi është që kur i bëj foto, kjo del fiks ashtu si në foto që është reklamuar. Kështu që nuk mund ta kthej. Plus që nëse do e ktheja, pastaj do më duhej t'i ktheja mbrapsht e kur shërinte lere me këto çote posta, kështu që lere thash më mirë. Nuk po i kthej. Edhe tjetër, kam porositur bath. Këto i kam vendosur, por që do i flas pak më vonë. Ja,
janë këto me yll deti. Mendova se do ishin pak më të mëdhaja, por shumë e mirë që janë kështu, sepse më të mëdhaja nuk e di në qoftë se do mundesha t'i mbaja. Po, këto më pëlqejnë shumë. Edhe e fundit, që edhe këta e vendosa, është një kështu mbajtse telefoni. Ja, këtu vendoset telefoni edhe vendoset pastaj kështu. Si tip çante, ose mund ta varni edhe në qafë. Kështu. Por që unë e vendosa kështu si çantë edhe më bëri goxha punë. Këto ishin ato që kisha marrë, që kisha porositur, por pres në video tjera dhe sigurisht që do t'u tregoj edhe ato. Tani, gjëja më e bukur. Ne më në fund kemi marrë një qenush. Qenushi është aty, po flet tani. Prisni t'ja u tregoj pak fare. Sa po u zgjua. Qenushi. O qenushi. Edhe po, tashme kemi një qenush, është diku tek 1 muaj e gjysmë 2. Emrin e ka Poçi. Unë në fakt doja që në qoftë se do ishte vajzë, doja vendosja emrin Oja, edhe në qoftë se do ishte mashkull, Ojo. Por Endri sapo e pata direkt Poçi, kështu që okej, ky është Poçi. Jemi akoma në fazë mësimi, sepse normal është shumë i vogël edhe do mësuar, do shumë vëmendje, le të themi kështu. Edhe po. Nuk e dim çfarë race është, por që shpresojmë që të mos bëhet shumë i madh. Por që duket si race vogël në përgjithësi. Edhe po, të shtunën dhe të dielën bëhej një fest në Vlorë për çeljen e sezonit. Po shikoj qenushin se mos na bëjnë ndonjë gjë. Edhe ne normal që shkuam, kështu që po u le të dy anetet edhe pastaj do shihemi prapë këtu. Tanim, unë e Mbaroi festa edhe për sot, nuk ndonjem deri në fund, se nesër e hanë edhe normal do bëhemi gati për të filluar javën, për t'ikur në kopësht, edhe në punë Endri. Sot i kishim marrë masat, ishin veshur mirë se dje kemi ngris ftohti. Kështu që po tani po marrim ndonjë gjë për të ngrënë, se dja ja u thash, edhe do nisem për në shtëpi. Edhe si që pat normal që nuk kam filmuar shumë, sepse kisha qenushin, telefonin në dorë, qenushin duhet ta mbaja gjithkohë në krah, se militar nuk vinte, normal është shumë i vogël. Plus që kisha frikë mos shkëputej nga letari dhe ikte, edhe prandaj nuk kam filmuar, por që u kënaqem. Mirë. Natën e parë ishte ylli limani edhe normal ku ka si ylli, besoj se ka ndonjëri që nuk e pëlqen yllin. Të paktën ndonjë vajzë që nuk e pëlqen. Edhe po ylli si ylli, pastaj natën e dytë Ledri dhe Kita nuk është se, por që bukur. Nuk në jem deri në fund natën e dytë, siç ju kam thënë. Gjithsesi prapa drolla fjeti shumë vonë, nga ora 12 pasa. Edhe në mëngjes e zgjova nga ora 7:30, por që sapo të vi do flej gjumë dhe besoj se do i kompensoj ato orët që nuk fjeti mirë natën. Këto pak ka shumë.
Mëngjes. Të vadrën të kopsi. Kur ikëm nuk punon tash në furi. Po tash më se kur të kthehemi do të treguar. Jo. Kështu që tani ngjitemi në këmbë. Këtu kam atë në androlës. I kishte ngatruar të kopshën me një shoj. Do të them modelin e kam njësoj. Ndryshon vetëm numri. Ajo shoqja i ka 26, Adrola i ka 24. Edhe po, arrita. Sa po mora Adrolën nga kopshti, u ktheme pak tek fruta perimet edhe tek një dyqan këtu poshtë. Mora piperka se do i skuq tani t'i bëj mara. Po thoja do i skuq tani t'i bëj për drek, ullin, banane, mora thjesht dy tani sa për t'i ngrënë të dyja me olën, se ishin shumë të verdha atje te fruta perimet edhe moll, shumë të mira. Pastaj te dyqani mora një açe, se tani kemi gjenush edhe do disinfektuar shumë shpesh vendi, kështu që mora edhe një shkop, se mu thye kur për la balkonin çfarë shkopi i fshesës. Qenushin? Prit, thash pak qenushin se po e mësojmë që të dali te balkoni, ta bëj tani për tani se na tha veterineri që nuk duhet ta nxjerrim shumë jashtë derisa të bëj vaksinën e tretë. Ai ka bërë vetëm parën, ka muajin tjetër pas 20 e ca ditësh pasi e kishim çuar për vaksinën e parë, na i ka shkuar tek pasaporta, po i mbajmë shënim të gjitha sepse ku i dihet. Mbase udhtojmë diku që na duhet patjetër edhe po. E pash tani sepse kishte dalë vetë te balkoni e kishte bërë, kështu që se herët e tjera e çoj unë. Kam lexuar që duhet çuar pasi pi, pasi ha, pasi zgjohet nga gjumi edhe pasi luan. Kështu që po, edhe të kthehemi ku isha, që nuk e mbaj mend se çfarë po thoja, por që po thoja për shkopin e fshesës që mu thye. Mu thye kur po la balkonin edhe kam urgjente këtë, nga që bën qenushi urinën, edhe më duhet që ta laj shumë shpesh. Se normal del Adrola, dalem ndejmë rrobat e kështu edhe po, duhet la shumë shpesh. Kështu që po, jashtë ishte plasja. Këtu brenda është shumë freskët, unë nuk mund të ri këtu brenda kështu me të shkurtra. Isha me të gjata deri shpar, po tani që shkova mora Adrolën, u vesha. Edhe po, këto. Do bëj qipera. Do bëj qipera të busha. Dime. Ja ku jam unë këtu nga editimi i këtij vlogut. Ka ngelur pa një vazhdim, ka ngelur pa një mbyllje, sepse doja që ditëlindja e Adrolës të ishte në një vlog, mos të ndahej në dy pjesë. Edhe po, ky ka ngelur, siç e thash, pa një vazhdim edhe pa një mbyllje. Unë tani dua që të bëj mbylljen e këtij vlogut, e di që do ketë dalë pak e shkurtër, por le të dalë si një mini vlog të paktën. Edhe po shpresoj që kjo video të pëlqej, ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të shihemi si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe ju pusha fëllë gjithë. Shihemi në videon tjetër. Bye!